Analiza histopatologjike e gjithë dhe qafës së mitës apo të gjitha karcinomave konsiderohet si standard i lartë sepse është e vetmja analizë e cila jep një diagnozë të saktë për sëmundjen maligne apo qoftë ajo benigne apo maligne, jep një diagnozë të saktë, definitive, e cila ka rëndësi tepër të madhe në trajtimin e më të tutjetshëm të pacientit. Sot për shembull kanceri i gjirit që është shumë e dhimbshme është tu lëmuar moshat e hershme. Përpara ka qenë moshat më të shtyra, moshat 50-60 vjeçare, 60 vjeç, tani lëmohet moshat më të reja. Edhe është karakteristike se të moshat e reja shumë më agresive sot tek moshat e vjetra. Pap-testi mund të themi që është një standard i lartë për detektimin e sëmundjeve kancerogjene të qafës së mitrës apo sëmundjeve prekancerogjene. Pap-testi është një metodë mjaft e lirë. Sot popullata shumë e informuar dhe ka njohuri shumë të mëdha në lidhje me pap-testin.